Shqipëri-Serbi, gjesti do të këndoj gjatë ndeshjes, momenti që do të trondit stadiumin dhe do të bëhet historia e këtij takimi. Ndeshja me Shqipërisë dhe Serbisë pritet të ketë një ngjarje të papritur që do të trondit jo vetëm stadiumin, por edhe të gjithë tifozët që do ta ndjekin këtë përballje. Fituesi i Big Brother gjesti do të ngjitet në skenë për të kënduar gjatë ndeshjes, një moment që ka të ngjarë të marrë gjithë vëmendjen dhe të rrisë tensionin mes dy ekipeve rivale. Ky gjest i jashtëzakonshëm do të sjellë emocione të forta dhe një atmosferë të nxehtë në stadium. Tifozët do të kenë mundësinë të dëgjojnë një performancë që ka të ngjarë të bëhet pjesë e historisë së këtij takimi, duke i dhënë një dimension krejt tjetër këtij përballimi që gjithsesi është shumë më shumë se një ndeshje futbolli. Çfarë bën këtë moment kaq të veçantë dhe të rëndësishëm për këtë takim? A do të ndikojë ky performancë në përqendrimin e lojtarëve dhe në atmosferën e ndeshjes? Pritshmërit janë të larta dhe ky gjest ka mundësinë të bëhet një nga ato çaste që kujtohen për vite me radhë. Ndeshja Shqipëri-Serbi gjithmonë ka pasur tension të lartë dhe një përplasje të fortë emocionalisht, por ky element i papritur i performancës muzikore do të shtojë një shtresë tjetër tensioni dhe mund të jetë një moment që do të mbetet në mendjen e të gjithëve që e ndjekin këtë përballje të veçantë. Po ashtu, ky performancë nga kegetari do të jetë një mesazh i fortë për rëndësinë e kulturës dhe artit në përballjet sportive, duke e shndërruar këtë ndeshje në një ngjarje që përshkon dhe kalon jashtë kufive të sportit. Të gjithë presim me padurim këtë moment dhe angazhimin e tij që do të jetë një ngjarje që do të bëjë xhiron e mediave dhe të komentuar gjerësisht nga tifozët e të dyja kombëtareve. A do të jetë ky momenti që do të mbetet në histori dhe do të ndryshojë rrjedhën e ndeshjes? Po vetëm koha do ta tregojë.